E keni vendos me frimë qëto, unë jam shpitan burë, në bërtemit. Kofë që i ku boti kujtë dëmë, unë jam në bërtemit. Ju më keni botë dëmë, komuna, jonë. Deri që tu ka me orë krejt e keni ditë, nuk është sët asdje, është që një vitë bre. Deri së kom lonë patrokit për mos me orë që kja. Po keni me dhonë logarit të zote edhe të drejtësia. Diri ata e prurë të du kalëzëju. Ja, kryjë, qërë pak jeri kërë një pruatje. Grek se njajta shumë e konë që të zisë të kërje, veç atë një jeve zi të. Hajde ti shiko po. Janë shiriza të shrëse. Ka të për barim Roma ato. Se përdo që të agune në një të. Kërë rrugë so, dy rrugë dhejon, edhe tës, masi që kam po pilotat, në që i kanë shenë pilotat, apet, veç me po shenë shpia. Po të benzimin e shpisë, ma ka po domë. Benzimin është aj që e ka vlerën, ku që ma shumë. Sa me ndëni që ka vlerën shtëpia ju? Nuk e di, mujtë me caku ekspert, edhe nuk e di vlerën. Se 30 vjetë e 30 vjetë kena investu. Janë të rëzikë, po jëmë të di për qka janë të rëzikë. Se ta shkononin me kur gjohë. Ja ko që kohë, ako me i sen shtetë. Këtu nuk mund është veç me jetu. Shumë të friksum, shumë të mërzitun edhe shumë të flusrum ndaj menaxhimit kaq dopt Kuvendit Komunal Prishtinë. Une veç një kërkesë kam me ma vlerësu dhe me ma kompenzu damin e shkaktuar. Tash e një kohë këtu në rrugën A në Prishtinë janë duke u zhvilluar disa punime, por si shkak i këtyre punimeve një shtëpi është në prag të shembjes. Neve na ka ndodhur rasti me 27 maj, kemi qenë mrena në ora 10 mbrëmje ka qenë shembja e parë. Ka ndolë ekipa e emergjente në vendin e ngjarjes, edhe na kanë evaku për shkak rrezikut shumë të lartë. Me 4 qershor kanë shu konstatim, përkundër asaj që në fund të konstatimit ju ka bo apel investime kapitale, konkretisht menaxherit kontratës që të ndalen punime që mos vjen deri në katastrofë më e madhe, shumë të friksum, shumë të mërzitun edhe shumë të flusrum ndaj menaxhimit kaq dopt Kuvendit Komunal Prishtinë. Une veç një kërkesë kam me ma vlerësu dhe me ma kompenzu damin e shkaktuar. Përkundër asaj që kam lënë në gjykat, këta kanë orë me një vendim për me rënu urgjent. Kënej prononcon që është tu komunale, kënej une vetë kom qenë dëshmitore dhe di që tuka ka kalun 2024 në tukë private. Qysh dhe arsyem pse nuk e di, as një informacion nuk kom pasun prej komunës, as një shkres, as një lajmrem, përkundër asaj që kom të tu pa fund me vitet tona për legalizim prunës, janë dokumentacione, për 2022-ës janë pritje për legalizim, 2024-ën edhe përkundër asaj që janë pritje për legalizim, ka kalu në prunë private. Këta çdo prononcim që e thujnë të bazohen të tu komunale, po faktikisht nuk është. Këtu nuk mund është veç me jetu. Pre ati momentit shembjes parë, unë e kam zbatu urdhrin e tynëv për mos me hy, as mos më ofru 2 metra ofër, deri të hyrja, se herën e parë nuk ka qenë kështu të shtëpia, edhe kja është. Do me thonë, unë e kam zbatu urdhrin e tynëv. Tash me qira, komuna e kam vendimin për subvencionim, po ata shumë po e vonojnë qiron, me ne gusht vjen muji i tret që unë do të me pagu vetë. Jo, nas kemi arrit ende me vlerësu, unë i kom besu institucioneve, kom mendu që ata marrin masa dhe e vlerësojnë ashtu qysh duhet, as ata se kanë kry punën, po edhe mu ma kanë bo tash të pamundurën se është të pamundur me hi me bo vlerësimin, tash nga gjendje qysh është.